Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj do të vijojë të qëndrojë në qeli pasi gjykata kushtetuese ka rrëzuar anklimimin e tij për ndryshim të masës së sigurisë arrest me burg. Vendimi u mor ndërkohë që pritet publikimi i arsyetimit zyrtar të trupës gjykuese për të kuptuar argumentet që çuan në refuzimin e kërkesës së ish ministrit. Ilir Beqaj u arrestua në korrik të vitit 2024 në lidhje me hetimet për disa procedura prokurimi gjatë kohës që mban detyrën e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës. Sipas prokurorisë së posaçme, gjatë viteve 2022-2023 Beqaj në bashkëpunim me varësit e tij ka zhvilluar procedura prokurimi fiktiv në kundërshtim me marrëveshjet e nënshkruara mes Shqipërisë dhe Komisionit Evropian. SPAK pretendon se këto procedura janë përdorur për të favorizuar subjekte caktuara duke shkaktuar dëm financiar dhe shkelje të rënda të ligjit në administrimin e fondeve publike dhe atyre të Bashkimit Evropian. Paralelisht në këtë dosje, prokuroria e posaçme ka ngritur ndaj ish ministrit edhe akuzën e vjedhjes duke shpërdoruar detyrën kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal në lidhje me koncesionin e sterilizimit, një nga çështjet më të bujshme të viteve të fundit në sektorin e shëndetësisë. Hetimet për të dyja dosjet vijojnë ndërsa Ilir Beqaj mbetet në burg në pritje të zhvillimeve të mëtejshme procedurale dhe gjykimit në themel.